politike që të refuzoj ofertën e të parit për të bashkë qeverisë, sepse në fund të fundit... Nuk ndodhë vetëm Kosovë. Sepse në fund të fundit, po mban premtimet dhe po ju qëndron parimeve të veta dhe nuk po joshet nga pushtetit të cilin tjetri po ta ofron. Në anën tjetër, do me thonë, ti ke pasur këta të cilët përpos neve nuk kanë lutur as një parti tjetër politike. Na nuk e dim në qoftë se do i bëhej një ofertë për shembull serioze Partisë Demokratike të Kosovës apo Aleancës, nëse ata do të pranonin ose jo, sepse lëvizja vetëvendosje nuk i ka provuar. Pra ato i bën bllokues, ju po thoni na lutën ne propozuam qeveri kalimtare zot përfshirëse, po nuk provuan as me PDK-n as me AK-n. Nuk donin të qeverisnin, mirë, po me qenë se gjindemi në një rrugë pa krye, ne ulëm dhe propozuam, përpos asaj ne propozuam një agjendë prej 15 pikave, ku do të uleshim të gjitha partit, do të merreshim, do të votonim planin e rritjes, buxhetin, do të kthenim aleancat tona, do të merreshim me largimin e masave ndëshkuese të BE-s, të cilat na qëndrojnë mbi kokë dhe po e dëmtojnë jashtëzakonisht edhe imazhin edhe ekonominë e Kosovës, e të gjitha këto, mirë po, do të thonë diçka e tillë u refuzua. Tash çfarë ndodhi? Pas 9 muajve bllokat, pas 48 herë shkelje të Kushtetutës së Republikës së Kosovës sipas gjykatës kushtetuese, ne do të thonë erdhëm në pikën ku për fajin e lëvizjes vetëvendosje duhet të kemi zgjedhje të tjera, të cilat do na kushtojnë 10 miliona euro dhe do të shpenzohen para për të përsëritur një rezultat për shkak se partia e kam fjalën për të përsëritur një proces i votimit për shkak se partia fituese, më lejoni të ju them, po e kthen besimin të qytetarët. Kjo është një e kthyme e votës mbrapa dhe unë ju bëj thirrje të gjithë. Ka fituar, votat ka dalë para dhe nuk ka arritur ta materializoj me... Unë sot ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët në zgjedhjet e fundit nacionale kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, të mos e votojnë prapë, sepse ajo u mbajti peng vullnetin e tyre për 9 muaj. Ajo me votën e tyre shkeli 48 herë Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ajo sot e ka kthy këtë vullnet të qytetarëve të Republikës së Kosovës mbrapa duke ju thënë, do me thonë, kuptimi është ky, unë nuk di se çfarë të bëj me votën e juaj dhe e jani të votojmë prapë. Dhe ata natyrisht që nuk duhet me e votu, me e përsërit, do me thonë, se sërish mund ndodhë se nuk di sa bëjnë me votën. Prap mund të ndodhë që të kemi një blokad tjetër. Dhe duhet t'i japet fund mashtrimit, dhe duhet t'i japet fund politikave populiste dhe propaganduse të Albin Kurtit. Cili ka qenë roli i presidentës Vjosa Osmani? Pra, partitë opozitare propozuan datë tjetër për zgjedhje, lëvizja vetëvendosje propozoi 28 dhjetorin, ju keni qenë kritike dhe ndaj saj, pra çështjes që ka pasur sidomos kohëve të fundit, ishte në krah të lëvizjes vetëvendosje? Absolutisht po, unë besoj që këtë kemi pa gjatë krejt mandatit, për pos, do më thanë, një pikë ku ajo në kuvendin e Republikës e Kosovës i pa thanë Zotit Kurti që po luan bigjaz me shtetin dhe me aleancat, me partneritetet ndërkombëtare, për ndryshe, ka qenë dëgjueshmja e tij dhe komplet në agjendën e tij që nga dita e parë e fillimit të mandatit të saj. Dhe jo vetëm për datën e zgjedhjeve, por për gjithçka tjetër. Më lejoni t'ju them që ka mbi 10 ligje, të cilat ka dalur që sipas gjykatës kushtetuese janë ligje antikushtetuese. Një pjesë përgjithësisë e mbani edhe ju si LDK duke ja bërë forumin që të zgjedhë presidente. Që të gjitha këto ligje, zonja presidente, si juriste që është, ka mundur t'i kthej. E ka ditur, si që kemi ditur ne, që të gjitha janë kushtetuese. Dhe në fakt ka lejuar që se cili prej tyre, do me thonë, të shkoj pa e dhanë as një kritik dhe as një fjalë. Ajo nuk ka pasur, do me thonë, kemi pa, ka sulmu bashk edhe institucionet tjera, si që ka bë edhe Zoti Kurti, me gjykatë kushtetuese, me... O mos ishte LDK, nuk do t'ishte presidente. Është vërtet, Adriateku, në kam dhanë shpjegimin tim, në vitin 2021, unë personalisht po tregoj, kemi votu për shkak se nuk e kemi pas luksin që të përsërisim një proces zgjedhor. Do më thonë pas rezultatit të cilin e marëm, kemi kalkuluar elektoralisht. Po, jo, po, do më thonë nuk kemi pritur që ndryshon, sepse ti përsërit rezultatin zgjedhor. Kalkulim elektoralisht. Absolutisht, po, ti përsërit, ti bën diçka, ti nuk e bën veprimin e njëjtë, në qoftë se e di që rezultati, sepse
për ndryshe si pas definicionit nuk je normal. Por me analizë, a i keni bë mirë apo dëm Kosovës? Ne kemi ditur që nuk mund të ndryshoj gjendja. Po duke pasur një presidente që sot në fund mandatit saj, po konstatoni se ja ka mbajtur krahun dhe nuk ka qenë lëvizjes vetëvendosje, zotit Kurti, dhe nuk ka qenë përgjësia nuk është e deputetëve të cilët e kanë bërë korumin. Përgjësia është personalisht e asaj, e cila, do me thonë, nuk e ka kry punën, nuk e ka lujt, absolutisht asnjëherë nuk e ka kry punën e saj. Do me thonë, kushtetuta e obligon për shembull që ajo të garantoj funksionimin e institucioneve të shtetit dhe ajo gjatë krejt kësaj kohë, gjatë blokadës 9 mujore, ajo nuk e ka marrë asë dhe një hap. Sikur tash tjetë sërish e propozuar për presidenta, ka vot ose kvorum LDK-ja për të? Nuk e di për të tjerët, por mund të flasë për votën